Asgjë e re. Seanca për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës është duke dështuar që 35 herë, ku kryesuesi i Kuvendit Avni Dehari kërkoi nga PDK, DDK, AOK, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e tyre për antar të këtij komisioni. Lëvizja vetëvendosje është duke tentuar për krijimin e një komisioni ad hoc për votim të fshehtë, por ky lloj votimi nuk është duke pëlqyer partive opozitore, gjë që e bën seancën konstituive të dështojë rreth 35 herë. Po ashtu, kryesuesi Dehari hodhi në votim këtë komision ku mori gjithsej 51 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Dehari ndërpreju seancën dhe njoftoi deputetët e Republikës së Kosovës që seanca e ardhshme do të jetë me 23 qershor në orën 11. Partia Demokratike e Kosovës gjatë ditës së shtunë ka mbajtur konventin e përgjithshme, e cila ishte 11 me radhë, ku do duhej të zgjidhej kryetari i ri i kësaj partie dhe kryesia e re. Një dhe i vetmi kandidat për në krye të PDK-s ishte Memli Krasniqi. Krasniqi u rizgjodha edhe për një mandat në drejtimin e PDK-s. Po ashtu, Krasniqi nga kjo konvent theksoi që nuk do të votojnë asnjë kandidat për kryetar të kuvendit, i cili ka qenë pjesë e qeverisjes së kaluar. Por për më shumë se çka tha Krasniqi, ndjekim deklarimin e tij në vazhdim. Por, po aq me vendosmëri e themi edhe sot, nuk do ta votojmë asnjë kandidat për kryetar të kuvendit që ka qenë pjesë e qeverisjes së kaluar, sepse besojnë që Kosova nuk mund të ecë përpara me ata që e kthyen mbrapa. Ne nuk jemi këtu për të ndihmuar riciklimin e kapitullit më të dështuar politik të shtetit tonë. Ne jemi këtu për të shkruar një kapitull të ri. Sot zyrës së rregullatorit për energji i ka përfunduar afati 10 ditor i dhënë nga bizneset kosovare për pezullimin e vendimit ku detyrohen kompani të mëdha me dalë në treg të hapur për energji elektrike. Kujtojmë që ky vendim ishte marrë me 11 qershor pas protestës së dytë të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, por bizneset kosovare kanë paralajmëruar në rast se ZRE-ja nuk reagon, do të ketë ashpërësime të mëdha të masave, duke bërë bllokimin e rrugëve nacionale dhe bllokimin e autostradave. Ndërkaq, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini ka thënë që vendimi i ZRE-s rrezikon mijëra vende pune dhe ka dëmtuar rënd imazhin e funksionimit të kompanive të mëdha në Kosovë. Por ZRE-ja do të reagojë dhe të pezullojë këtë vendim mbeti të shihet ditëve në vijim.